Zoti Konjuf, sa lemët grupit parlamentarëve të vendosje? Zonja dhe zotrinj, qytetarë të nderuar të Republikës Kosovës, deputet të Kuvendit, qeveria Mustafa e futi Serbin edhe brenda qeverisë të Kosovës, edhe brenda shtetit, kurse qytetarët e Kosovës po ikin jashtë. Tash Isa Mustafa do të shkojnë në Bruksel për të takuar me Vučićin. Ne e kundërshtojmë fuqishëm këtë takim të kryeministrit me Vučićin pa u konsultuar me Kuvendin e Republikës Kosovës. Po të ishte ai këtu, do ta kishte një rast të mirë për të na sqaruar këtë gjë. Ne nuk e dim si deputet Kuvendit se çka do t'i thot kryeministri Mustafa Vučićit. Ne nuk e dim se çfarë do të paraqes atje në Bruksel kryeministri Mustafa. Çfarë pretendime do të paraqes Serbia e çfarë plani ka qeveria Mustafa për këtë takim. Pse të mos hapet këtu diskutimi, pikërisht këtu ku diskutohet, në Kuvendin e Republikës Kosovës. Isa Mustafa në një pikë të veçantë të kësaj seance, të cilën po e mbajmë, do duhet na kishte informuar hollësisht për temat të cilat do të ngriten, për çështjet për rreth të cilave do të përballen pozicionet politike. Kështu si shpëndodh që kryeministri shkon në Bruksel, takohet me Vučićin, bën kompromise, dhe kompromiset që bëhen deputetët i kuptojnë në televizor, kjo definitivisht është një qasje jo vetëm jo serioze, por para së gjithash antidemokratike. Kur fliste Isa Mustafa pse dëshiron të bëj kryeministër, thoshte se këtë po e bënte që ta ndronte qeverisjen dhe qasjen e Hashim Thaçit. Por njëjtë si ky i fundit, kryeministri i tanishëm nuk i bisedon me deputetët e Kuvendit vet temat, sfidat, çështjet dhe problemet të cilat do të trajtohen në dialog me Serbinë. Mos harroni që në Kuvend, në këtë Kuvend, e kemi një temë tjetër, duket. Po zoti Aliti, mos ta prishim seancën. Po është e vërtetë që zoti Beqiri foli për Trepçën. Po gabim e pat, edhe ai pat gabim. Edhe ai pat gabim, nëse ai foli për Trepçën, fal, nëse ai foli për Trepçën, lejoni ti kundërpërgjigjem nëse. Mirë, po nuk e kemi temë, na jemi kolegë. E tash. Kjo do të thotë që Isa Mustafa nuk ka të drejtë shkoj atë dhe të merr vendime për drejtësinë në Kosovë. Se si do të organizohet për shembull drejtësia krejt shtetit Kosovës në territorin e Kosovës. Dhe ne ta marrim vesh rezultatin e këtij kompromisi nga mediat. Ajo për çka kemi nevojë zonja dhe zotrinj është që në Kuvend të vendosen vijat e kuqe në këtë Kuvend, të asaj se çka nuk mund të negociohet fare. Si është e mundshme deputet nderuar që kryeministri të vendos se çka do të ndodhë me drejtësinë në Kosovë. Si mund të vendos kryeministri Mustafa se cilat gjykatë hapet në veri e cilat gjykatë mos hapet në veri. Kjo më falni, nuk është kompetencë e tij. Dhe krejt këto vendime ti merr krejtësisht duke anashkalu Kuvendin dhe deputetët e këtij Kuvendit Republikës Kosovës. Shihni, kjo gjë nuk reduktohet vetëm në relacionet Kosovë-Serbi. Kjo çështje e prek thelbin e karakterit shtetit tonë republikan. Apo shkojmë ka republika parlamentare, apo shkojmë ka republika qeveritare. Dhe me këtë sjellje të Isa Mustafës, ne e kemi përgjigjen e qartë. Ai po dëshiron këtë Kuvend të Kosovës me kthy në teatr të kukullave. U përmend edhe Trepça për zotit Beqiri. Po thonë qeveria Trepça është në Kosovë. Po shikoni edhe Keku është në Kosovë. A është Keku në Kosovë? A e bën qeveria thasë që e kaluar temp të negociatave dhe u vendos atje kush më mbledh paret e qytetarëve të Kosovës nga elektrodistribucioni i Serbisë? A është telekomunikacioni në Kosovë? Telekomunikacioni në Kosovë është, por u bë temë negociatave të Serbisë. Mitrovica është në Kosovë. Mitrovica në Kosovë është. Kërku nuk ka shku Mitrovica, por Mitrovica u nda. Edhe Trepça është në Kosovë. Nuk ka me shku kërkun Trepça. Në Kosovë është. Por shqetësimi me plot të drejtë i
i qytetarëve të Kosovës është që kjo qeveri po përgatit një plan shumë të papranueshëm për drejtë. Çështje tjetër, sa doni ata duhet. Pse nuk është kryeministri Mustafa këtu për të diskutuar me ne në mënyrë shumë demokratike të gjitha këto që po i ngrisim ne këtu. Dëgjoni, ne nuk kemi nevojë këtu për të lall. Ne nuk kemi nevojë këtu për të lall të qeverisë. Ne kemi nevojë këtu për kryeministrin i cili vjen këtu dhe thotë që të betohet këtu për para këtij kuvendi, nëse Trepça vendoset në negociata me Serbinë, unë si kryeministër i qeverisë të Kosovës jap dorëheqje. Për këtë kemi ne nevojë si deputet, për këtë ne kemi nevojë si Parlament i Republikës Kosovës. Hajde Isa Mustafa këtu dhe thuaj, nëse Trepça ngrihet në negociata me Serbinë, unë jap dorëheqje. Kjo është përgjegjësi, kjo është llogaridhënie.